Po janë bo budalla, janë tranua, nuk po shohina. Çka drejt që bo me ta ku më zvet. Shkune me të njerin atje e kanë shliru. Pa çfarë shlirune? Kush doli fituese sipas teja? Sipas meje, PDK-ja u dol që tash edhe ko me dol gjithë. E ju përshëndes juve, jeni shumë të mira. Shumë faleminderit e dashur. Mirë, deri tash PDK-ja ka 3 vota e lënë temën tonë. PDK-ja? Po. Mirë. Në fakt, unë e di që sigurisht këto telefonata që i marrim ndoshta edhe prej simpatizantëve të partive të ndryshme. Po, edhe nuk. Unë e di që Urani ka prirë në sondazhet që kemi bane. Po. Po. Po sigurisht që s'mund. Vetëm një poll ka fitu për Parim Roma që kemi pas në golën e Prishtinës. Po. Pastaj ka qenë Urani. Hajra ka marrë tepër pak vota, ma sa e di. Tash nuk po më kujtohet sepse kanë qenë epizoda shumë më herët. E di Arza që s'mundesh me data tash atë pjesë, po. Po më duket këta telefonuesit tonë po votojnë tek ne, e s'po dalin me votu në zgjedhje. Po kur i kemi pa që dje kanë dështu edhe exit pollat, kështu që edhe telefonatat tona munden me qenë pak jo saktë. Sigurisht. Sepse në shtas janë aq të Po më duket po thojmë po e krym obligimin që aty 10:10 s'po dalim hiç. Të thonë kena votu në njerë. S'ka nevojë për zdyte. Mirë. Kanë ndështu edhe exit poll, po kanë ndështu edhe shumë analista në mënyrën që edhe janë shprehë çka kanë thonë edhe çka kanë shkruajtur para se në politikën e kemi të lezetshme na veç çdo person. Lezetshme kemi, po. Edhe analistat i kena të lezetshëm shumë. Marr telefonatën tjetër, alo. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje, kush telefonon?